Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhur e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe çdo që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi sonte në takimin e radhës dhe do të vazhdojmë me komentin e surës Tur. Kemi thënë se surja Tur është nga surët e Mekës, fillon me disa betime për një realitet të pashmangshëm, për një lajm të rëndësishëm që duhet ta marrim seriozisht. Allahu betohet në çështje shumë madhore për të na informuar, për të na lajmëruar për një lajm të saktë, të vërtetë dhe që do të ndodhë pashmangshëm. Sikur që Allahu tha në fillim, inna adhabe rabbika lawaqi. Dënimi i Allahut do të ndodhë gjithsesi pashmangshëm dhe nuk ka mundësi askush me largu këtë dënim pas Allahut të mënduar. Pastaj Allahu xhallahu ala në këtë sure ka përmendur arsyet pse njerëzit bien në dënim dhe pastaj ka treguar edhe se si disa të tjerë kanë përfituar nga udhëzimet e Allahu xhallahu xhelaluhu dhe si i ndëron Allahu xhallahu ala ditën e gjykimit dhe si janë shpëlimet e xhenetit. Posa ka përfunduar këtë trajtim, është përmend udhëzimi, është përmend domthon përfundimi, është përmend shpërblimi. Allahu xhallahu xhelaluhu tash e udhëzon pejgamberin alayhi salatu wasallam që të kthehet në rrjedhat e misionit të tij. Të kthehet në rrjedhat e misionit të tij. Andaj Allahu i thot: "Fadhakkir", ti vazhdo që njerëzve t'ua kujtosh këtë udhëzim, t'ua përmendësh këtë udhëzim. Të nderuar vëllezër, kthimi në rrjedhat e misionit me këtë fjalë "fadhakkir" ka disa dobi të rëndësishme për neve. Një nga këto dobi është se Allahu ka përmendur njerëz që kanë më u dënu, ka përmendur edhe pjesë të dënimit të tyre. Pastaj ka përmendur njerëz që kanë më u shpërbly dhe si kanë më u shpërbly. Kjo si informat, si njohuri dhe inkurajim. Por nuk është që tanë kohën duhet më marrna me gjykimin e njerëzve, me ndamin e tyre. Ky në xhenet, ky në xhenem, s'është kjo puna jona. Ne e dim se dikush ka më shku në xhenet. E dim se dikush ka më shku në xhenem, është punë e Zotit kjo. Allahu ka përmendur se dikush ka më shku atje e dikush ka. Ndërsa misioni jonë çka është, puna jonë çka është, rrjedha jonë normale e jetës çka është, fadhakkir. Ti mëso për kujto. Fatkeqësia është kur njerëzit për shembull misionin e kanë me gjyku njerëz e jo me mësu njerëz. Kur aktiviteti kryesor i tyre është me i nda njerëz, kush i udhëzuar e kush i devijuar, kush në xhenet e kush në xhenem. Nuk është kjo çështje domthonë esenciale dhe bazike. Nuk është kjo çështje që duhet të ta marr këtë kohën ty. Po ka situata ku ndoshta kërkohet që gjykohet për dikon, për shkak se ka bërë shkelje, veprime të caktuara dhe tash ka implikime tjera juridike që duhet të marrë me to. Por ka njerëz që vinë me këtë çështje. Janë hoxhallarët, njerëz që kanë njohje për këtë çështje dhe merr fund puna. Mirë, po që të shndrohet komplet angazhimi, komplet përpjekja njerëzve në ndarjet njerëzve i devijuar i udhëzuar, kjo është padyshim në shpërputje me udhëzimet e Kuranit edhe të Sunetit pejgamberit alayhis salatu wasallam. Andaj na duhet të fol për udhëzimin shumë më shumë se për të udhëzuarit. Dhe do të flasim shumë më tepër për devijimin se për devijuarit. Flasim për devijuarit, por ajo është një pjesë e caktuar. Dhe esenca e aktivitetit, e punës, e angazhimit është fadhakkir. Ti vazhdo, kjo misioni është. Ty Allahu nuk të ka dërguar me nda me gjyku njerëzit, të ka dërguar Allahu xhallahu ala me mësu. Por a ka gjyku pejgamberi, po ka gjyku, është vërtet. Po a ka qenë tërë misioni i tij i përkushtuar me nda njerëz? Jo. Misioni i tij ka qenë i përkushtuar, e ka qenë i fokusuar e i ndërtuar në këtë fadhakkir. Ti kimi u kujtu njerëzve. Ja ku njerëz se kanë një Zot, ja ku njerëz se e kanë një ditë që kanë me dhon llogari. Prandaj kjo fjalë pas
këtyre sqarimeve për përfundimin e njerëzve, jep me kuptu se angazhimi jonë, përpjekjet tona e kanë një rrjedhë normale, e kanë një rrjedhë të zakonshme dhe i kanë pastaj degëzime dhe përjashtimet e veta që ndodhin në situata të caktuara në përputhje me normat dhe udhëzimet e shpalljes. Allahu tha fedhekir. Dhe posa i tha Allahu xhallahu pejgamberit alayhis salam fedhekir, don sikur se patëm në surën Dhariyat. Ti kujto njerëzve, nga se fe inna dhikra tanfa'ul mu'minin. I bën dobi besimtarëve kujtimin. I bën dobi besimtarëve, përmendja e udhëzimit të Allahut xhalla xhelaluhu. Momenti kur ti vazhdon me rrjedha normale, vazhdon me mësu njerëzit, vazhdon me rikujtu njerëzit, vazhdon me vetëdijsu njerëzit, normalisht tash ngjallen me të vërtet, ngjallen tash, ngjallen me njëherë reagimet e njerëzve. Të atyre që s'kan çka me thonë. Dhe këtu të nëzër është shumë me rëndësimi e kuptu këtë ndërtim të këtja jeti. Allahu po edhe të pejgamberin fedhekir, ti mëso, pse mëso? Pse ki që kam i mësu njerëzit, ki pun me bo njerëz mi udhëzu, ti ki udhëzim, ti e ki me vete shërimin, njerëz e kanë smundjen, e ki pun për me shëru njerëz, mi tërtu njerëzit. Ndërsa, reagimi atyre që s'kan që kam me mësu, s'kan që kam me thonë, cilë është, Allahu tha, fema ante bi ni'meti rabbike bi kahinin, wala majnun. Dhe ti, fal begati si Allah të ka begatu ty, si ata, ti i begatuar me shpallje, ti i begatuar me udhëzim, ti i begatuar me Kur'an, ti nuk je, magjistar, e as nuk je i çmendur. Dhe me thonë, kush jep gjykime të menjëhershme, kush miret me akuza, kush miret me gjykime, ai që s'ka dije, ai që s'ka përmbajtje, ai që s'ka çka mi thonë njerëzve, ka lënë udhëzim. Ai që ka argumente, ai që ka dije, ai që ka breng udhëzim njerëzve, ai mirë me mësu njerëz se ka çka mi u dhonë. Nga sa ajeti se gjykimi njerëzve është barikad, pengan. Gjykimi është faza finale. Kur gjykosh për dikon së është i tillë, s'ka mo hapësirë për me mësu mo. Nuk ka mo hapësirë tashmo për me udhëzu, për shkak se gjykimi është një barierë, gjykimi është një pengesë. Pa e të ndërozër, nëse ti për shembull me rrethin tënë, me mesin tënë, fillon me i shy njerëzit, kë karon këtë gjuna, këta janë kështu, për shembull, angazhimit për mi klasifiku njerëzit në bazë të gjunat, a jap mundësi me mësu, apo e kufizon mundësinë e mësimit? E kufizon mundësinë e mësimit. Edhe të merr kohë, por e krijon barierë me njerëz apo. Ata që s'kan dije, ata që nuk kanë urtësi, ata që nuk kanë çka më dhon njerëzve, kanë lënë gjykim. Kanë lënë gjykim. Ata që kanë shumë për më dhon njerëzve, e lënë gjykim për fund, pse? Se kanë çka më dhon para gjykimit, kanë çka më thon. E shenë shpesh në mesin e besimtar fatkeqësisht nga një kota aty që gojën e kanë plot gjykim. Mirë, para se më gjyku, çka i ke mësuar njerëz, çka i ka thonë njerëzve? S'ka çka më thon. S'ka çka më thon. Nga se çdo e dyta fjalë e tij realisht e shpihen në gjykim, për shkak se mentaliteti është kështu i ndërtuar. Është mentaliteti i gjykimit, jo i mësimit. S'ka çka më thon njerëzve. Prandaj na do të mësojmë njerëz. Na do të mësojmë njerëz, fedhekir, çka është misioni yt? Kjo është misioni i pejgamberëve. Dhe Allahu tha, pastaj fama anta bi ni'mati rabbik. Që para se me kalu te akuza dhe shpive të korejshve, Allahu tha, ty të ka begatu Allah i manuar. Me çka Allahu të ka begatu? Allahu të ka begatu me shpallje, Allahu të ka begatu me dritë, Allahu të ka begatu me udhëzim, Allahu të ka begatu me dituri. Andaj kjo begati është mjaftueshëm argument që ti më undi krenare, që ti më undi komat e rahat për kundër akuzave edhe shpive që ti bëj njerëz të thëmë. Që nuk është let me to njerëz magjistar, gënjeshtar, nuk është let. Lënë gjumë të njëri, është e vërtet. Nuk është let me to dikush, jo dikush po, elite e popullit. Të manipulon njerëz me to njerëz për shembull ti je shpifës, ti je gënjeshtar, ti je përqarës. Shkakton të një fallë demoralizimi, një farloj dobësimi, një farloj mërzije, shkakton ato. Ku është forca e besimtarit që
këto shpifje dhe akuza mos me lojnë të ata gjurëm, ku është? Të begatia që Allah të ka begatu. Allah të ka dhëmuzim, mësaj, krejt që ka ndodhë është e parëndësishme. Sa më rëndësimo, e ke marë më të miren, e ke marë kërësorën, ti e ke marë shpalljen, ti e ke marë uzimin, qka të bëndëm tash që se kje respekt e njerëzve, qka të bëndëm? Qka të bëndëm që njerëz rajnë për ty, qka të bëndëm? Korëzës bëndëm, me që ke marë më të miren, ti e ke marë kërësorën, e shpallje. E ata që nuk e kanë marë të miren, ata tash sillen vërdall se qysh me të pengu, qysh me të nënçmu, qysh me të nalë, kjo problemi tyne. Andaj, ata kapë Allah udhëzimin, vlerësoje, ta kapë më të miren. Nuk du të me liu kur një besimtar, as një besimtara, kur nuk du të me liu që, duke pas udhëzimin e Allahut, duke pas Kur'anin në dorë, duke pas mundësin me kuptu fjallë Allahut, fjallë e pejgamberit son, domthon kjo begati me uzbet deri në atë nivel sa që dikush me begati të caktuara materiale me kompleksu. Kjo është gabim, nuk bën. Nga se ku krahasohet begatia e shpalljes, e udhëzimit, begatia e xhenetit me çfarë do begati në dunjë? Andaj Allah tha: "Fama anta bi ni'mati rabbika." Ti me begatin e Allahut, ty të ka begatu Zoti, ti ka qenë sy, të ka udhëzu. Këta ka mbet në errësirë. Andaj ata nga errësirat shojnë, ata nga devijimi të akuzojnë, ndërsa ti në dritë në udhëzim, ata nga poshtë e ti lartë, çka të bëjnë ndonjëherë? Mos u merrni me ta. Në kuptim, mos leja që ata me të pengu, mos leja që këto me qenë pengesa barira që e dopsojnë dinamikën e punës tonë, angazhimit tonë, vazhdimësisë në projekte në punët e tua. Fama anta bi ni'mati rabbik. Ty të ka begatuar Allahu azza wa jall. Ti nuk je as kahin wala majnun. Ti nuk je magjistar, as nuk je i çmendur. Të ndërgozër, Kurajsht e Mekës janë mbledh disa herë se qysh me i abo me punë e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Janë gjithë situata të vështira, janë sfidu rënd, nuk kanë ditë çka me bo. Janë ballavaçu me diçka të papar ma heret për ta, s'kan ditë çka është shpallja, s'kan pas argumente. Besimi tyre është besimi i trashëguar. Inna wajadna abana la umma. Qështë e këna gjithë baballar, gjështën tonë që ty në konë. Besimi ndërtuar në bestytnin, palavra, në thashe thëme. Dhe kur jem ballavaçu me një besim me argument, me logjik, me arsye, me nëzmëri, s'kan ditë çka me bo. Jam blet disa herë atë. Jam blet çka me i bo pejgamberit alayhi salatu wasallam. Madje edhe kanë autorizu nga elitarët e Mekës që kanë dikim që ata me dhonë dhe një mendim. E kanë dalë nga këto takime famkeqe të erta, të fshehura, kanë dalë këto akuza. Po i thojmë magjistar. Pse magjistar? A ki argument? S'ka argument. Meq akuza ndërtohet në mungesë të argumentit, Kurani nuk e argumenton se së qashtu aftën, që smiret me të aftën. Apo. Për shembull të vëzër, kur dikush shpif për ty, dhe shpifja i ka dhe pseudo argumente, që ka mund si dikush me u manipulu, meritën me argument me refuzu. Që argument që së është aftën. Mi po kur në esenë s'ka bazë, a du të është marrë me argumente? Jo, përshkak se tendenca jote me argumentu të kundrën e shpifjes, mund t'jep legitimitet shpifjes, qoftë edhe me argumentet dopta. Edhe me ditë qysh me reagu në situata ndryshme. Nga njëra është injorimi, nga njëra është argumenti, nga njëra është për shembull vetëm përmendja që smeriton në reagim e kështu me radhë. E këto ajete që do t'i marrëm tash në vijim, janë kryesisht ajete që reagojnë në mënyra ndryshme në raport me akuzat, në raport me kushtimisht arsyetimet e kurajshve, mas me i besu Muhammedit alayhi salatu wasallam. Në ti këtu mësosh, qysh duhet me reagua. Kahin është magjistar. Magjistari, qka bën? Krejt dunjoja e din, se magjistar bashkëpunojnë me shejatin. Me shejtan. As, cili menon që magjistar bashkëpunojnë me melache.
kush këtë nuk e ka opcion, absolutisht. Bashkëpunim me shejtan, me gjin. Ata ju japin lajme, informata të rreme, nështë një është dikun një vërtet e vogël, e mbështjedhur me 100 gënjeshtra. Ky është bashkëpunim mes gjinëve dhe njerëzve. Prandaj edhe Allahu e përmend në Kur'an. Ja ma'ashara jinni, o ju gjin, laqad istakthartum min al-ins, e keni tepruar në manipulimin e njerëzve. Shumë. Të i mashtruar, të i rrajte, se njerëz s'kan qenë të uzuar me shpallje, andaj kanë ardhur dhe ju kanë ofruar ndihmë, përkrahje, mbështetje të caktuara që ata pastaj me përjetuar një lloj dominimi mbi njerëzit dhe si pasojë këtij dominimi me fitu materialisht pe tyna. Andaj pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam çat kanë qenë shane që ka qenë magjistar. A keni ndinër në ndonjë magjistar njët juve, për shembull i cili i mëson njerëzit me qenë besimtar të mirë, devotshëm, ma xheru, mu fali, mos me gënjy, mos me vjedh, minimum një tetë. A është që ky koncepti i magjistarit? Ja, absolutisht. Magjistari e ndërton komplet veprimtarinë në gënjeshtra dhe në pretendim të njohjes së gajbit, e din gajbin apo. Pejgamberi ka thonë, nuk e di gajbin. Unë nuk di, do mos hajni tonë me vetë çka ka bëu kësaj s'di. Po s'ka mëson Allahu xhallahu ala. Ato që e ka bazë magjistari, pejgamberi nuk di. Aja që është përmbajtja kryesore e magjistarit, ka qenë kundër tek pejgamberi alayhi salatu wasallam. A i me thonë që pëmësën shejtani, e mësimit e ti janë kryesisht të ndërtuara mbi armici kundër shejtanit, a ka logjik? S'ka logjik, nuk ka logjik, vallaj, s'ka logjik. Andaj e sheh që gjitha këto që i kam përmend janë në shpërputhje me natyrën njerëzore, me logjikën, me arsye, me gjitha. Ti nuk je, ti nuk je kahin, nuk je ti magjistar. Wala majnun, ti as nuk je i çmendur. Qysh njëri i çmendur nuk i kontrollon njëri i çmendur veprimet e tij, nuk i kontrollon. Nuk i kupton zhvillimet njëri i çmendur, si kupton, nuk di me bëu dallim me njëri i çmendur. Nuk din. Për shembull, njëri që është i çmendur, nuk e ka farz namazin. Pse? Për shkak se më së pari nuk din me bëu njetin. Nuk din me dallu drekën pikindis. Nuk din ai për shkak se ka don çrregullime mendore. Problemi është që po sprova, Allah na ruaj. Andaj se ka obligim apo. E pejgamberi sa ka armë mësu dallimet kryesore që ata s'kan pas mundësi me i refuzu. E çysh i çmendur. Andaj këtu shihet që janë të rrozë akuza momenti, akuza çasti, akuza dëmon të huazuara. Don çështu zakonisht kur do me e njollos dikën, kur do me kriju distancë mes tij dhe mes njerëzve, ka lujt kjo. Mirë, ju e dini që i bjen me magjistar. Ju e dini kush është i çmendur. Ai sa ashtu pejgamberi sa. E tash, fillon Allahu xhallahu ala me am yaqulun. Tash ndron, shiko këtu thot, ti nuk je magjistar, as nuk je i çmendur. Nuk tha ata thojnë. Tash kur fillon me u citua Allahu qëndrimet, nuk thot ata thojnë. Po e bën në formë të pyetjes. Që këtu nuk ka pyetja për më marr përgjigje. Por është pyetja për me rrit ironin kundër ty natën. Ata po thonë kështu, s'të si e kështu. A thu vallë mos po thonë që kështu. Ata që kështu po thonë. Po ka në formë pyetjes, no me ironizu komplet me qërimet e tyne dhe me i sfidu në përgjigje. Nëse jeni që kështu që po thonë jo, apo atër bën argument. Nëse nuk jeni, thoni s'po thonë. A ka thoni përgjigje ata? Asë një unë. Shkojnë qëfar ndërtimi i fuqishëm i reagimit. Ka dësa njerë që shto thujnë, kur thushtë ja po. Nëse jetë tjaj që thushtë ashtu, thushtë, po unë e thëmë. Dilthujnë e thëmë, se po më shefësh. Po unë e thëmë që shtu apëtër. E nëse jeti që thu, pra, berë argument. Kaq. Nëse, për shamu, si aj që thu, shtyst përket mua me këtë qështje. Pse ti, po bësh pjesë e kësaj, kalën tjetër në palë. Do në të kundër asoj që po thuhet. Ata s'kan kaluar në të kundërtën. S'kan kaluar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kanë met
në errësirë, as guxim me marr përsipër se po themi për më argumentu, po as guxim me thonë s'po themi e me i besu Muhammedit alayhi salatu wassalam. A dhe Allah tha, em yaquluna sha'ir. Apo a thu volta thonë kjo është poet. Në shto thonë që poet. A ka thonë që poet? Po, ka thonë poet. Mirë, ju jeni ata që dini poezi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam të ndozër don kur nuk ka qenë i njohur në Mekë si poet. Para na, don zanati kryesor që e kanë ditë kurrejt e Mekës u kon poezia. Para na, karnu në mesin e 40 vjet, kur një vet, 2 vargje s'ka ditë më thonë atë. Kur? Në para për shembull të ndozër me kon një shoqni e njohur me një zanat caktuar. Shoqnia është e njohur me çato. Në çdo shtëpi e ka zanat. E njoni i din se ka për çfarë zanat ato. Në fund kur ai për shembull arrin sukses me çka von, po ti e kon gjithë më mirën këtë zanat. Ai kur s'ka ditë për shembull asnjë fjalë për çfarë zanat më thon. Ku në argumentet ato? Ku keni logjikën? Gjendeni kush apo jeti? Gjendeni çka me komplet. Ju vet jeni mburr se jeni poet arabëve. Ky 40 vjet në asnjë garë për poezi s'ka marrë pjesë. Asnjë shkrim i tij s'u botu kërkon hiç për poezi. Jënë varë në qabe 7 poezit e përzgjedhura në asnjërin një rresht se ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam. Çfarë poeti ky? Pastaj poezia e tij që ai po e thot, apo që kur poet sukon, poezia e tij si pasuve, që shpat mundësi me imposh këtë poezit e juaja. A kuptan? Do më thonë, këto që i Kurani përmend do me të regu se krejt pretendimet të rëzët, e kësë që këna me përma vonë, nuk janë që kanë besu në to, dhe që kja është demaskimi maj madhë që Allah bon kundërshtarëve. Se prodhojnë, fabrikojnë shpifje që farës besojnë to. Prodhimi shpifje për mjegullim dhe barikatim dhe penges, për nuk është për me e mposhtë vërtetën, nga se e dinë se me këtë nuk mposhtet pralla jo e vërteta. S'ka mundësi edhe, nuk ka mundësi. Por kur krijohet zhurmë mediale, publike, goditet vazhdimisht mendja njerit, diku njerëz fillojnë edhe me i besu gënjeshtërës. A është e vërtet që njerëz i besojnë gënjeshtërës? Po e vërtet është. Prandaj ajo që përsëritet, ngulitet. Në njerëz sa më shumë e përsëritin një sen, shkon duke ngulit tek njerëzit. E kët politik kanë dashur me udhëheq korrekt të Mekës. Vetë s'kan besu. Me pas mundësi me u qilë zemrën, ose me ingu fshehur azi, ata betë bojnë që ki poet është. Ata betë bojnë që ki lidhje haber me poezi s'ka. Ata vetë e din. Ama për konsum publik, për konsum tjashtër. Pra e të nëllëzër, ka njëre do shpife, do akuza që në bëjnë si musliman. Nuk bënë shumë seriozisht me i marë atën. E të një hyjë gjimë që jo si jem në bre, jem në atën. Sa i nëse ka manipulim, ka bënë një reagim të caktuar. Po jo me u djeg komplet nga sinceriteti për me i binë se helbet më spomeneta për i me që na qështu jem ata. Jo, ata e din që si me qështu. E din shumë mirë. Për shembull, ata që e kanë prodhu akuzën e terrorizmit e muslimanëve, bëni të bindë se vetë e din se muslimanë së në që ashtopër. E din, nësine sëtë musliman, Islami është 1400 vjetë, Islami ka histori, ka gjurëm, ka kultur, ka civilizim, ka dëshmi, kur ka ime një vene, kur ka shku dikune që ka ndodhe, kejtë jënë këtu, edhe kur ka shku tjertë me koloni që ka mbohe, që shka mbohe, djetë ku t'i ben hisë dhuna, e ku t'i ben hisë terrori, të njëra në këtu, që në të mësefuna, jënë dëshmitë të shuara, libra, të pranuara në konferenca, sa t'i qka ke pa njërë, ato. Ta shti të t'i dhe që është pasha zotë si jemna, vëllaj në nuk jemna, jo, nëse ka manipulim, ka pa qarësi, jep qarësi me tua, po mos u shkri farte mu derzë këtë punë, të mënu që ka me të besu dikush ty se farte sinqert je. Po, sa problemi te i sinqert, problemi është, aj që po gjunë me këtë akuzë, aj është i sinqert, që atë jo problemi. Përndi Allah të me të regu se shpivet e korejshve s'kanë qenë sinqerta, s'kanë qenë bazumin analiza, në studime, s'kanë qenë, kanë qenë përrimet neve,
qa mi buk të njeri, hajtë thuj, poet në është da që ato dikun një 2 muaj e qëmë që kështu të dhe t'ja qëmë një tjetër. Se s'ka një që mi thonë? Kur u hargjua e poet, sa poet, ko ka poet, s'ko ka poet, ati qka? Jo poet, i qmenë në kalujt, apo. Edhe kjo një 3 muaj, dhe të marrë vesh një së që është apër. Manipulon dë njerë, dë mashtron, dë bun, kur të marrë vesh s'ka ka qërët, a e të një tjetër, apër. Qështu kanë qenë akuzat e Kurajshit Mekës. Akuza momente, fakti. Akuza me fitu në kohë, që kanë prit ata diqka, ka me ndodhë. Ande Allah o thotë, shikani thëmë, ata s'kanë prit, për shambull, me shkollu në një kuadrë të nevën, edhe ata të shkollu në kur vinë, e i japin këti përgjigje. Për shambull, na kënë zonë një men ngusht, kur me shtë punë s'jë në marë, normal që tash jenë përsi intelektuale ndaj neve, edhe tash s'podim përgjigje. Ne tash këna me shty këtë fapune me qështu me një shpifë, me një akuz, nga se në vynë deri sa të shkollën kuadrët. E kur të vinë ata doktorat e neve, tani ata të kalzojnë të jobën. A ka qenë qështu situata? E shkollimit? E pregaditjes? E argumenteve? A ka qenë apo ka qenë që ka të tërë? Dhe gjeni që ka Allah o thotë. Këto e në demaskime që ja u ka bua Allah që ja unë e shpirtin, ja unë e zemrën, din që ka kanë diskutu në rrethë të ngushta. Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, apo Utbeja, Walid ibn Mughira, këta elitarët e Mekës, me ndjendriturit e Mekës. Këta, Allah o thotë, em yakuluna shairun natarabbasu bihi raybal manun. Çka është natarabbasu bihi raybal manun? Tarabbus është pritje, po pritje me siklet. Për shembull, kur i thush prit, i thush intedher. Prit, do qet ka dalë po. Tarabbus është pritje, po pritje me siklet. Ha erdh, a çau bo? Ka dalë se vjen. Allahut je të rabbesu. Këta kanë prit me siklet rejbel menun. Qka kanë prit ta për pejgamberin s.a.s. që me i dhonë fund misionit. Rejbel menun, që ka në këtë sure, i ka disa kuptime. Njën nga këto është, kanë prit një fatkecije të saktuar me ndodhë. Este, smuhet kjo e lodhët i kura dhe len këtë mund. Shekoni, subhanallah, në qka e kanë dërtu ata, reagimin e më. Qa kanë prit? Na me argumente nuk mundi mi dojnë për para. Na me debat s'mundi mi dojnë për para. Na nuk kem me qka me diskutu në kuptim të diskutimit normal njerëzo. S'kem qka me diskutu. Shpifjet, po krym punës, po krym punës. Dhe di kuna po. Andaj, na presëm që me u godit nga një fatkecia. Helbetër, zotë për devës, bjen shi, vërshimet ja marin shpin, edhe rahatum, që kjo rejben menun? Ose për shambull, rejben menun e ka kuptimin, presë me dek. Des kështar, sërnën kjo gata, fën. Kur des kjo tani, e ka ndërdu komplet shpëtim në tyne në vdekin e barësit të misionit. Pa nëse des, komelon fejnë e ti, komelon besimin e ti, komelon njerës që kanë me shpërnda besimin e ti. Ka vdek pejgamberi sa, ka vdek. Kanë vazhdu njerëzit pas pejgamberi sa, sahabët e pejgamberi sa, tabiin të tjere, djetare, hoxhalare, njerëz që kanë përcjell mesazhin e Allahut xhallahu ala në vazhdimsi me i vetësu njerëz. Pa e des një 10 lindin. Një atje shkatërrohet, 5 tira ndërtohen ato. Mos mani i mytë se fike dritë Allahu xhallahu xhelalu tu jom shel xhamiat. Jom shel xhamiat e këta s'kan ku me shku. Ne i kam shel 50 gjeti këna qele pet, ma dihava. Do ndryni s'ka kry puna ata. S'krym punë ndryni ata. Apo. Çka bëjmë? I kufizojmë se lëmë fort me lëviz. Në rregull, lëvizën forma tjera ata. Lëviz mesazhi i publikuar, i transmetuar lëviz, edhe pse ti fizikisht smurdesh me lëviz sa don ti. S'prish punë. Pra nuk mund të kufizohet dhunë shumë e vërteta. S'është e mundshme. Nëse e ki të vërtetën, ballavaço me argument, ballavaço me diskutime, po, gjithmonë është kjo e hapur. Mirë po, ballavaçim me demonstrim të forcës, me kufizim, me tendenca për zhdukje, duke
i ndërtuar gjitha këto në iluzione e fantazma të dëmon paralizueshme, jo reale, është çmenduri, është sinqerisht në shkërputhje me logjikën. Andaj Allah ka thonë, në të rabbesu bi rajbel menun, em yakuna shair, i thojmë poet, i thojmë kështut, në të rabbesu bi, presëm na, çka ndodh diçka, në zhvillim ndodh dikun edhe merr fund kjo punë. Çfarë zhvillim ndodh Allah? Allahu xhalla xhelalu të vëzër, e kum thonë edhe nësët e tjera. Nëse veç e këshikon, qysh ka shpallja, apo qysh ka shpallja, ti e që kjo çështje nuk është çështje e rastishme, hajde ti qëm të fjallën tokëm. Jo. Allahu xhalla xhelaluhu, për me i shpall pejgamberit ti Muhammed qëtë Kur'an, këtë kosmosi ka levizë, këtë dunjoja ka ndryshuar. Së është kjo çështje momenti, kë Allah ka caktu, hala pa kryu qetë e tokën, kë Kur'an ka qenë dijet Zotit Gjellë Gjellu, hala pa kryu qilë e toka, së është kjo punë së dhe dje, po presëm na, që kime prit, ti ka të pret, nëse s'ki argument, s'ki dje, po, me argument e dje, dilë për la faqau. Mirë, po me marrë me punë periferike atje, me lonë bazat, ke pa do përshamë kur dhe me manipulu me raport me islamin, kur zgudzoj më kapë në të uhid. Përshamë, a e këni një ndonjere për shambull, ndonjere, që ka nështë shumë me lezu, që më për ju ka të zepte? Dilema që i prodhojnë kundërshtarët e islamit, krejtë janë dilema periferike të jetës së pejgamberit a.s. S'ka dilemë që ka të me bazën. Për shambull, nëse të ndërlozër në debat, me ndonjë nga për shambull të krishterët, që ka debata? Na si musliman, për shambull, a kena hezitim me qelë temën e Trinitetit? Jo. Përshka kështu dilemë reale. Baza e fesë është temë diskutimi për neve, pa problem. Pala e tjetër, ose tjera palë për shambull, a mundet me qelë diskutim komplet, balhapur me surën El Ikhlas? O një e këni surë e thotë kulli vallo e had. Qysh e had? A mundet pjellë? Ose Allahu Samet. Qysh kejtë kanë i për Allah e s'kanë i për e kanë? Qysh ka mundë sjellë? A me qelëm kur dani? Po qysh të thejmi na, po? Balhapur dhe faqebartë. Po kur s'ka këtu tema me u qelë, qysh të në besim në Allahun xhallahu ala, në çështje madhore, ama po është pejgamberi u e ka martu një qik të reja, ka martu. Mire, hajde kësa ja, po përgjithë, po kja është, kajtë atje në skajtë në fund atje, Allah, të të mrishti këtë dilemi i kinje, 55 tjera, përmarë, hajde nisëm për fillimit, kada dali, qërëm ka një kaloj, tani dhe të këvim. Mirë, po mas pari akuzë shpifje, kur kjo zvez, hajde pengojnë e privojna, hajde presim se mos pëdes, hajde presim se kjo shkollë mshelet, kjo gjamir rëzohet, hajde kështot të në fund, nëse veç duhet më u balavacu, hajde po e zgjidhin prase, kur ka angur bukë, saj ke me dorë të majtë, një dorë e ka paralizu, ke binin gjysme e qenjës, një zorë është jashtë përdorimit, është të me pa njidhja. O martu me një gru që shtot, mirë, edhe këtu bëjmë dobat, së përnam. Po a jenë që tu argumentet elementare, kryesore, që me të dëmërzuan, është sinqerisht e pakapshme. Andi Allah tha, pasaj e pëtën, kull të rabbesu, fe inni ma akum midel mu të rabbesin. Me që e keni pru qështje në opcion e pritjes, po ndodhe qka, edhe na po presim, të shujem që apë ndodhë pratë. Kër është e mekës, kam prit që, për shambull, kam prit që kam ndodhë një konflikt mes i thtarët pejgamberit e samëtan. Se qojnë larta, kapën dikon rejnë këta, ta një shru diqka, vrahën dikon se kam prit diqka. Edhe pejgamberit më ka prit diqka. E të shujem kujtë për i delë pratë. Pejgamberi a.s. të lozën në Bedër, kjo surja tur është para Bedrit, apo? A kemi dhe është Mekje. Bedri ku ka ndodhë? Në shprëngullje ka ndodhë. Qka ka ndodhë kër është për mënëversën? Pejgamberi a.s. në Bedr duke i nda rolet e sahabëve, ti këtu rrinë, ti këtu del, ti këtu i ka nda.
ka thonë, ke enni era mesari al qaum. Jom të i po venet ku ka më ra filoni fisteko. Subhanallah. Ka unë qëto, ka më vra Abu Gjehli, që në qëtë vend. Apo pret një, ku ka më vrane, edhe më pres ku këni më vra jo. Të shumë tash, të të rëmbesu, ju pretin apo presim. Fe inni ma aku min el mu të rabbisin, edhe më pres jo. Po pres, ka thonë qëto ka më vra Walid ibn Mughira, qëtu ka më vra Utbe, qëtu ka më vra që kjo. Subhanallah, e ka përmenë të rëzbuz hadithit, ka thonë, krejt ku ka bu me gisht, që aty këna gjithë vrama, asë një centimetr me në tonë, që aty ku ka bu me shaj, pejgamberi ku më vra Abu Gjehli, që aty këna gjithë vrama Abu Gjehla. Kjo për dunja, vazhdojmë tutje me pritë dhe për kiamet, të rëmë bësu, prit një, ditë gjykimit, apo me ondra, me dëshira edhe argumente dhe besim, që shko më gjullu situata. Edhe atje këna me e papëtën. Edhe atje këna me e papëtën. Prandaj të ndojë vazër, çështja nuk është në nëshmim me përbuzje, nërga saj. Çështja është vedia dhe serioziteti. S'ka ardhur Islami hajgare. Apo, që ju besoni, për shembull, që çështë diçka fluturon ariu, ani na ariu s'pjo morr, ju është ariu, le të fluturon të jopën. Na për shembull fluturon elefanti atë. Ama te të dytë ka fantazma. Sa më rëndësi, ju arrushën në... Në kërës Islami kështu apëta. Islami është largë, në ndërtim, në vetëdisim, në argumente, largë është. Largë është krejt tjerve që dojmë i konkurua ose me rëdzu ose me pengu. Largë është, sinqerisht. Këqërni që i drejton Kurani temat e besimit, këqërni. Me qëfar serioziteti, me qëfar përkushtimi, me qëfar madhnimin dhe Allah të barë kotala. Ti nuk mund që me lexu në Kur'an për Allahun në fund mos me dasht, mos me madhnu, mos u përullë, pa mund shmë është. Shikoni që i trajton Kur'ani pejgamber të Allahut Azza wa Jall. Që i trajton pejgamber të Allah? Si njerëz elitar, përzjedhën, mësus njerëzimit. Po shikoni të këtjerë që shflitet për pejgambert. Qërni, të vjen marrë me lezu për Nuhin a.s. Marrë të vjen. Marrë të vjen me lezu për Lutin a.s. Marrë të vjen. E për tjere, po. Pa na ju, të lutëm, po jemi shumë dalimi madhë, shumë dalimi madhë. Me argumente, ja. Përndaj, Islami të në dhezër, Kurani ka sill standarde këtë tjera, të komunikimit, të besimit, të vetdijes, të argumentimit, të shumë tjera. Andaj, Allah o tha, me që përdojnim ja për të pritja, po presëm, pra. Po presëm. Ata e kam pas edhe një bast tyne që kanë vendosë, apo? Cili ka qenë basti tyne? Ka thonë, tuk s'ka thmi, apo? Basti është, po vedojmë bast, po lidhëm që si desmo akta. I këputet lëvizja. S'ka më, pëtëm. Njerës tani marim pushtet, tani gjithë kush ka pak, gjithë pushtetar, shtën ka pak në të feja ty, se i duhet për pushtet vetën, edhe tani kjo dikur, edhe këta e kam pritën. Jo, dhe. Ka ndodhe kundër ta. A kam prit? Po, kam prit. Qka ka ndodhe? Pejgamberën ka pas pasus, që e kanë transmetu fjallën e ti, mësimin e ti, udhëzimin e ti, në mënyrë më besnike, më të përpikt, se 100 djemë të kështonë mas vetër. Wallahi 100 djemë mi palon mas vetër pejgamberë sam, 100 djemë. Ja për djemë të Muhamedit që ta janë, se këshim përcil me besnikni, edhe me përpikni, që kanë përcil pasus të pejgamberë sam, sunet në ti edhe Koranin. Shkësë Allah gjellora, po, diqka si ka dhonë, e dim pse, po i ka në shumë ma shumë sa të që ja ka ndalë, Ande Allah që ka tha, inna shani eke, hua l'ebter, me që po pretni kush ka me konë, farsosur, e këputur, apo pretni, e këshyrën pra matutje. Po, kush u këput në trashëgimi, kush u këput? E Bugjalli u këput. Po, u këput e Bugjalli. A dini në mendim të Bugjallit që sot mësohet dikuna në liber, s'dijet sanë dhe, e mu lejbet, a dini në njëpëtë? S'dijet o zikur. Që aty ku dek, që aty ka metë, kur gjë mo, asë në meke se ka përmen mo, kur, absolutisht. Pa na,
Ebu Gjehli vron Bedr. Mes Bedrit edhe çlirimit Mekës, sa vjet janë ato? Afër 6 vite ato. Dytën ka ndodhur hijretit, apo? Nëse çlirimi ka ndodhur afër vitit 8 dikon apo? Çlirimi i Mekës. E tash për 6 vjet e kanë dominu Kurajsh Mekën. A është quajtur ndonjë kënd i Qabës, këndi i Abu Gjehlit? Respekt për heroin tu. Ha? Ja, më qanë. Po kurse ka përmenë më vëllaznia. Këndi e Ebu Lehebit. Apo. Kurse ka përmenë më. As rrugë s'ka pas me qatë emën. As idhull, me në qëre aj u dek, shpirti i ti. Apo. është në mbikëshyr tash neve këtu për mi. Ajo është me neve, me shpirtin e ti. Edhe aj tash në përcil, e respekt për të në tash, si themi Zotit të në lati, po i themi Ebu Gjehli. Ose Ebul Hakem, që i ka në ta? A ka pas kështu? Ja, e kanë harru. Kërkush që kanë gjitë më emën e tira eqë? Kush është forsosën? Kush u ndërpej? Kush? Ndërsa Muhamedi e së më të rëdozër, veç emni ti, veç emni. Kush e ma shumë? Veç emni. Apo? Emni me i përapën botë. S'ka emën që ka njerëz ma shumë se emën Muhammed. Veç emën. Mos lasëm tani për tjera. Kush është ebter, pra? Kush është ebter? Kush është forsosën? Kush u ndërprej tradite e kultura e vazhdim? Kush? Dhe a tha, ma se kjo sështë me Muhammed, me keni me Zotin që e legjera lopë. Andaj, për të ramë besohëm, pritni, edhe na pa presët. Pastaj Allah tha, em të emuruhum ahlamuhum bihadha, em hum qawmun tagun. Em të emuruhum ahlamuhum bihadha. Ka ardhë, ahlam, qëka është ahlam? Ahlam është për hilm. Hilm është një nivel majnarë si dituria. Kur ka dituria dhe ka pjekuria. Kur ka dituria dhe ka maturi. Qëka është hilm? Mirë. Allah bëtë, donë poet, po presëm, jo magjistar, donë, a që kjo është produkti i akademikëve t'juve? Ahlam, apo? Donë ahlam, janë tash në gjuhën tonë bashkurin akademikët, të matmeqmit, donë që ata që realisht vetën për gjithë shka, ata kalzojnë ka me shkua, të mekës ata që në konë. Allah tha, em të emurëm ahlamun bihadha, a qika që është nivelli ju, apo, qika që dy përdini, apo? Nëse matmeqmit e kurejshve të ndëzër, matmeqmit, s'kan dit me reagu në raport me surën El Ikhlas, përveç mi thonë pejgamberët të magjistar, parmenata, tash talebe që i kam pas, ata që i në kohet, a mëzë vetë. Em të emur më ahlamun bihadha, a që i ka që bëdinja? Dhe, që kjo është në velju, që kjo në velju, po? Mëzë vetë, apëtë, Allah e mëzë vetë. Em hum qawmun tagun. A është problemi të nivelli inteligencës, të akademia juaj është problemi, apo është problemi të tagun, qka tagun? Tughjan është të i kalimi i kufinit, apo? Nuk është problemi se s'keni ju inteligencë, nuk është problemi se ju s'kuptani, jo, së është problemi këto. Problemi ku është? Problemi është se ju e keni dopsu kapacitetin e logikës se juaj në favor të epshit. E këto reagimin e psharake, nuk jo logike. Për ata epshit e ndonë vëzër, prodhën, fabrikan, shpifi, akuza, qëndrime që s'kan bazë fare, veç me i garantu jetë gjatësi epshit. Logika së funksionon kështu. Logika ka tjera matematika. Logika ka tjera kalkulime. Mi po këta nuk kanë punun me logikën e tyne, në trajtimin e udhëzimeve të shpallës. Ja, se kanë përdor logjikën. Se kanë përdor. E kanë përdor epshin. E në kuadrat e epshit është dashuria për pushtet, për pasuri, për dominim, inotet personale, apo pastaj garimet, pastaj zilia. Krejt këtu bën pjesë të epshi. Faktorizimi që këtyre veseve u a kanë bë Kurejsht e Mekës dhe të dominuar duke shkel mbi logjikën që kjo tagun,
keni shkel në biologjik, keni te kalu kufit e epshit dhe faktorizimit e epshit, ju kanë sjellë në këtë gjendje që sot me qesh me përfundimet e juaja, me qesh me refuzimet e juaja, me qesh. Për arsye Allahu xhallahu te vëllezër që ju kanë, aty në këtë njerëz kul thuaj kretve, innama a'idhukum bi wahida. Unë po ju këshilloj veç me një punë. Veç me një punë po ju këshilloj. An takumu lillah. Që të ndaleni pak për hir të Zotit. Jo për hir të tepshit. Do mos kalkuloni në pozit, mos kalkuloni në karrik, mos kalkuloni në pasuri. Jo, këtu kalkulojmë lëni. Kalkuloni veç me një fakt që Zoti po isha. Kalkuloni veç me një fakt që keni më dalë për dhëtë manduar. Edhe këtë qasje bani me thme u furada. 2 vjet ose ka një, jo ma shumë. 2 vjet ose ka një. Ma bi sahibikum min gjinna. Keni me kuptu i vetë e dini se së është i prejkun nga gjinët, së është i dominuar nga shejtanat, së është që ashtu apëtë. A në shikatë të nëzëm, sa është vëllaj ftese qarve, veç zhveshunin nga inati, zhveshunin nga kalkulimet materiale, zhveshunin nga kjo. Për disa qaste, veç 5 minuta njët në juaj, me ndani me logik të shkarkuar nga epshi, me logjik të sinqert për Allahun xhallahu ala, mendoni a ka mundësi një njeri i asaj kohe me sjell fakte që sot koha habit, a është e mundshme? Mendoni pak. Veç 5 minuta. Allah tha, unë veç këtu po i thiri, innama a'idukum bi wahida. Veç një çështje kam juve, një këshillë kam për juve. Ngrituni. Ndalu veç pak më. Ata që kanë menu e kanë ndryshuar diskursin. Ja, si nga kjo e tjetër shka kjo. Prandaj, Islami thërën sinqeritet, vallahi, ndijen argumente. S'kena i natë me kërkan, nuk shkëmbejmë shpifje me kërkan, nuk thejmë dhunë me dhunë, nuk thejmë të keq me të keq. Jemi të hapur për diskutim dhe dialog të ndërtuar në fakt në argumente. Po në manipulim, në mashtrim, në tendencë për dominim. Kështu nuk është klima e përshtatshme për të kristalizuar dhe për të qiltërsuar e vërteta. Andaj, jashtë publikut, jashtë kamerave, shkon shpejtone, meno pak. 5 minuta veç, me udhëzimin e Allahu xhallahu ala kime pa kur përfundimet. Kaq. Dhe kjo të ndonëse ka të bëjë me njerëz që mohojnë, që s'besojnë, po ka të bëjë me neve. Edhe te ulë me na përjetën tonë. 5 minuta. Që kjo jetë që përjetoni, për jetë Allahot, a është jetë që i knaqën me tem me e blej gjenetin. Vetën tonë më sheft, në shpejve që ti 5 minuta. Dhe që këtë di që pa e kalaj, që këmë njërë organizimi tjetës, që shtu që shpo kam unë e sjellja, që të edukata, që të ketë mjenë. A janë të legjitimuar, a janë përputhja me udhëzimet e Muhammedit alayhi salatu wasallam. Vetën tonë, Vete ty për shembull, me qitë një që shpërjetojë në apëta, që shpo dogna, që shpo dalë, që shpo flasë, që shpo menaj, që shpo vepraj, që shpo kontaktoj, që shpo komunikaj, vetën tonë. Cëllën dërejgjën gjenet e meritaj. Ku? Ta mërmajnë. Ti veç, ti vete jo, të veç tjevë. Edhe i bindur se Allahu xhallahu ala po e shenë në detaje këtë proces të këti meditime dhe kësë vetë logaritje. Kime pa kursit në atë. Dhe Allah i fëtën gjithë. Mirë po, që njëri të nërëzër, maksimumi i potencialit të ti intelektual të manifestohet me mohim në Zotit, kjo është, sinqerisht, pa kuptim të. Allah pasaj tha, em jekulun e të kauele. Apo ata pëthën një qëka tjetër. Ne, qëka kënë të thonë ta? Kënë të thonë, magjestar, kënë të thonë, i qmendur, kënë të thonë, po presëm në dhe pakë, se ka gatë kjo varë, ose poet, po presëm, ose, em jekulun. Apo ata janë të thonë, pytje, për vetë kërështë, em jekulun, të kauele. Të kauele është shpifje. Kjo për shpif për Zotin. Do me thonë, të shka dajë se kjo, të e the fjallë,
Apo thua që i për shpifi. Hajde është për diskutim. Do me thonë, ti po beson që ka Zot. Apo? Babet me Kurejsht e Mekës. Ti po beson që Allahu i shpall njerëzve. Ama ti s'po beson që Allah e ka zgjidhur çit njeri për mja shpall. A që shtot, dilema e radhës, një për dilema avdhe. Të ka ullë. Mirë. Nëse kë njeri po ka aftësi që në emër të Zotit, apo, me bo një libër t'il që njerëz për besojnë, e pëse s'për bën një? Bën edhe një. Dhe më thonë, nëse ju po pretendoni se Kurani është produkt i mendjes njerëzore, mendja njerëz të bën, ani një shumë për bani, bani ju 10 mendje bani, ju akademikët e Kurejshve, edhe konkurani me një liber tjetër, edhe rëzëni këtë liber me i herë. Nëse apo thuni për shpif, në regullë është produkt i mendjes ti. Probleme veç po thot për Zotit, e së është për Zotit, a në regullë, hajtë që bëne për një. Një aftë. Allahu Gjallëva ka shku tu i thonë, ka i liber, tani ka i gjysë, ka i sure, e kur? Një ajet. Berene, jo ju kënë Mekës, o lejni që të mati i gjinë në ul-ins, gjinët që ju me ta po bashkëpunani, thirni, ata shejtan që po ju kalzojnë në sheftën që po komendot, që ata mësus të ju, thirni, krejt tjerë që me ta bashkëpunani, krejt thirni bashkë, kjo sfidë Allah, kjo veç Allah uftet shopë, pa në kërë ka një këtë e të peke me sëmë, ka mu, si Musa e sëmë, kërë ka pa shkopet e magjistare, ka unë me që shkop me qëta problem, ka Allah gjuje ti se ki ndu mirëzua ta, kjo punë Allah të është. Apo, që ka Allah zënë? El qiasak, rëzaje, gjuje e shkopin, që është e jotja? Se mi thonë pejga mëzë njerëzve, krejt në ledhni, veç të dalë, në ka letë dhe zënjëve, së letë, si njëri, si pejgamber. Allahu gjellëvara si ka onë thuju ti, unë e po thëmë Kuran, unë e po thëmë, em je kule të kauële. Ata përthojnë të kauële. Të kauële është mon shpifje, trillim. Ata përthojnë e ka trillu. Në sa është pjesët, ndë, në regull. Hajtë edhe ju, trillane një qështu pra. Konkuroni këtina. Me një sura, pëtën. A e dini të nëzër, këne kam pas kryesorin arabët e asoj kohë, që ka bo një përpjekje mi ju përgjishë sfide. A dini, kush ka qëtë akademiku i arabëve me dhonë përgjigje. Allah mirë për ta. Mirë për ta. E për tjertë masyne, apo që binë në nivelin e tila. Mosele me këdhabi. Mosele me rëndësi. U shku të pejgamber sëmë, e ka një ka punë e mirë kjo. Ba një 2-3 poezi kështë e ka thonë Zotit, të vimë pasus mërë pare, e qështë e kanë gjetë, qështë e ka logaritë e përën. Edhe u shku të popullë vetë, edhe ka thonë, pej sot, edhe mu për vjetëm. Ata e kanë ditë që për rënë, popullë vetë e kanë ditë që kjo rëndës është, e kanë ditë, po ka ma mirë një rëndës si joni, se një i vërdet e ty në atjepë, kjo punë këta një kabile shka hinatë, ka unë pa ti për i vjenë, një melek, ka unë mu për vjenë, hajtë, e ka dash me i Allah bofte, Allah që shabakë në zjemë, Allah që shabakë. A ta ka pas për i me? A ta ka pas për i me, pa të kërësush, për i me, e të bëj gara për i me kia. Pasha Allah i shuka ere, kër i ndër njërës të tja, për i me kia, të përna i gara njëre, në që aty ka besimin e qërë, a qështu t'i besana? Ja, falë lonë, këmë nuk vej me meqëm. E qështu e ata të museli me këtë dhabja. Museli me rëndësi, parë, museli me rëndësi. Aj, thot, unë e obi sura, për. Hajt, ti i meqmi ne këtë bile sura. Surja pejgamberit, elem të rakejfe fa'ale rabbuke bi ashabil fil. Që kane, nga jetja, po, qëre të ashti fuqinë e ndërtimit hyjnor, edhe pësë në gjuqë që të se kuptanë, për. Elem të rakejfe fa'ale rabbuke bi ashabil fil. Elem yaj'al kejdun fi tadlil. Wa arsala alejhim tayran ababil. Allahu thashë. Kjo e ka pa që surja elefantë. Kjo ide se ka qa është elefanti.
Ama thot për elefant ta bëhet një sure të vallë ka thot el filu me el filu. Apo gjismun kebirun vë dhëmbun tawilu. Apo ta që me mollë që si sure Kur'an ta që për që mollë. Ha? Kjo është hajgarë një. Ka unë elefanti, a dini që është elefanti? Një trop madhe bërgjat, apo. Sure, që ata lezojnë për mas e gjemati amin, thujnë. A këtut? Kjo është hajgarë një, kjo është talje. Talje jo me shpallë, se me shpasën talën, vëllë kjo talje me vedetën. Kjo është me baj garë njërë me mendet, të ka bo lot meqëm, të ka zbi shpallë me argumente, shkën e nënqmosh e përbuzësh në pralla tila për. E që ka që të ka vëllë, e ka shpif. Hajtë për shpif një, që me një për. Hajgare e sa ka. Allah tha, bella ju minon. Sa është problemi që ata e ka shpif e se ka shpif? Ata nuk dojnë me besu. Të problema këto. Ata e kam bëjt mos me i besu. Tash, për mos me i besu, duhet me diqka me reaguat me konkuru. Problemi është kur njerëz të në vëzër vendosin qëllim. Për shembull, une fillimisht në debat, e kumbo njët, mos me të besu. Hajtë të flasëm. E se bune debat, da. Na diskutojmë për t'i shpalës argumentet, për t'i fërku argumentet. Hajde, nëse aja që e ki ti matë mire, se une bindum me faktim argumente, po jo me prallë dhe iluzione dhe fantazma, jo me këto puna. Jo me këto. Ande Allah tha, bella ju minun. Problemi është se ata nuk besojnë. Qëto të lefë aty në pëtëm? E Allah pasaj tha, me tjetër tash, nivel dhe dilemës. Faljetu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin. Se në pra një të gjashëm së kjo, nëse jeni të sinqert, a e që e thash mirët, nëse me të vërtet me ndoni se e ka tërlu, me të vërtet me ndoni, hajtë bëne që shtopën, po jesë me nënë që shtopën, ju dhe që kërës e ka tërlu, ju një të binu që s'ka mundësi, jo një njeri, po njerëzit nuk kanë mundësi me si e liber si Korani, e pa mundë shmësht, s'ka mundësi dhe një. Përndaj, shikoni sa jetën tonë, të kaluarën, për shembull, sa ka këthim të njerëzve në islam, këthim të njerëzve në natyrshmërinë e pasrët besimit, sa ka? Me mira njerëz, dhe onë gjatë vitet, kalojnë. Sa libre e në shru, sa përvojat njerëzve janë publiku pse u bona musliman. Të shë për shambull profilet të ndryshme të njerëzve, por të gjithë janë udhëzu, do më të mahnitur nga përmbajtje e citatit të ajetit kuranor, që realisht flet për çështje madhore, që është e pamundshme një njeri asoj kohe me ditë ato që sot njerëzit e kësaj kohe nuk i dinë. Një nga ato, e pamundshme është. Andaj, qaj 5 minutë, si që thash, qaj bjen në qëtë citatov. Sa ka pas nga ta që ka dosh me një Kuran, e me i gjithë meta, ka më fund leke punëse, sa është që i gjithë meta, se sa më shumë për i lezojmë, po i zbulim të meta tona, apo, na i me i gjithë meta këti, kjo na i gjithë të nevet, e jam bo musliman e këtë më ratë. Andaj, të nërëzër, na si musliman, se kem këtë krizën e këthimit, njerëzve në fetë Allah Gjellora. Jo, se kem këtë krizë, njerëz për këthejnë vazhdimisht, edhe pa buna në i fushat, as pa buna në i organizat, as pa për gjë, njerëz për këthejnë fetë Allah Gjellora. Pse? Pse që të e kanë punë, po dojnë me besu. Edhe janë të vërtet në dilemë, po në kom dilemë, nëse e ki sinqerisht dilemën, edhe sinqerisht kërkën përgjigje, ki me gjetër. E për nëse ki për manipulim, konsum publik, e ki për tjashtme, e ki për kamuflim, ki mu demasku. Andë Allah tha, in kanu sadiqin, nëse janë të vërtet në pretendimet sa i po shtrilan, a bënë një liber. Nëse janë të vërtet në atë se po e dojnë të vërtetën, sa ata e këshin pasu një liber të zotit, po se kanë, nëse kanë të vërtet, edhe për këtë kanë me se argument. Andaj, Allahu Gjellore ta shkalan në nivel të të argumentimit. Pas argumenteve për Koranin dhe pas argumenteve për saktësin dhe vërtetësin e
dërgimit të pejgamberit, tash Allahu xhallahu i kthen në nivel tjetër të meditimit. Që këtu tash nuk janë vetëm mushrik të Mekës idhutor, po tash të përfshin edhe kategori tjera të mosbesimtarëve. Madje të kohës tonë të ateistëve e të tjerëve që janë të nën kategori të ateizmit që mohojnë Zotin sot. Allahu tha që kjo a thua val, në surën Tur ka 15 herë. 15 pyetje u ka bëu Allahu xhalla xhelalu. A thua val, a çështo thoni, bëni përgjigje. E razët am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. A thua val, am khuliqu min ghayri shay'. Kjo pyetje shumë e shkurt, po në pritje të përgjigjes nga kategori të mëdha, grupe të njohura të mëdha moderne që nuk besojnë Allahun xhallahu ala. Nëse një përgjigje. Cila është përgjigja? Em khuliqu min ghayri shay'in. A u krijuan nga asgjëja? Nga asgjëja e ka kuptimin më së pari, do të thonë as ka materie, as ka nga asgjëja, kurrë. S'ka qenë për njëre dalë. A që shtu e dalë? Që kjo është ghayri shay'. Em khuliqu min ghayri shay'in. S'ka bazë të krijimit, s'ka kur gjë, veç që ashtu ke dalë. S'ka bazë të ekzistimit, kur gjë. Logjik shumë për të vetë. Em khuliqu min ghayri shay', apo ekzistimi tyne nuk është në varë nga një veprim i jashtëm. S'ka veprus, s'ka krijues, s'ka forcë të jashtme, po nga asgjëja. Nga asgjëja. Em khuliqu min ghayri shay'in, çfarë ka kuptimin? Apo janë krijuar këtë. E sot në vëzër ka ateist që nuk besën fare në Zotin, andaj nuk besën se ka krijues, dhe ekzistimit të njerit tash jep një rrjedhë tjetër të interpretimit. Cila është ajo rrjedhë? Është e gjatë, ma shumë është shkum. Kur të e fund deni sapun i vogël. S'kan të diçka të madhe. Mirë po, komplet tendencë është me boni shpjegim për te krijimit, hajtë të shtengojnë për qatë farë, është rasisht. Rasisht. E për me, thush, e gare bëna? Për me, dhe? Shikojnë të lëdhë. Në të regoni për shambull në cilën disciplinë shkencore, apo rastësia është argument. Për shambull. Hajde për e marim për shambull kriminalistikën, apo. O vrani njëri, apo. Qëka ndodhë kë vratë njëri? Hetuesit policor, apo hetuojnë tash kush e ka vratë. Para me dalë një qëse, ati i thotë, mos e lëdhë një vla, rasisht të vratë. Diku një plëm tu, si të zotë, ti në kryë edhe, qa plëmë kush e kalëshu, edhe e plëmë rasisht, apo kë rasisht, kur se kalëshu, atë plëmë. Kush ja se kalëshu plëmë në kur, mos e lëpë në heqë, kur se gjone këtë plëmë. Ska mundësi me gjithë. E qyshe e plëmë, qa ashto, pe asgjëje, qyshe në kontunet, u quni plëmë, e që ka rrug njëri lënë balit, apo. Kushim, ka tjërë lëpë një të të zihë, ba dhja po më ripare, apo. Së në gjeni kur kriminele, apo. Që ki interpretim, për si qërështë në zënërua, apo. Me po me i thonë në, për shambull, hetu se dhe, ke lujtë Allah, atë që shto, atë, për një njëri të vramë, s'ta pranan, nuk ta pranan Allah. Mera për shambull mjekësin, nga një mjekësin, apo. Rasisht. Mera të rasisht, apo. Gjithë s'ka rasisht. Kur s'ta pranan këtë vërgjën. Kur, krejt dyrët kime gjithë mshel, krejt kanë me të përjashtu si qmendur, kanë me të përjashtu si mendiletis, që normal Allah. Nëse ti të nëtanë për shambull me e, do më honë, fut rastësin në interpretimin e zhvillimit të asoj disiplinet saktuar shkencore të. E që është krejt të s'pëbëjke, një plëmë s'pëbëjke me konë rastisht, apo një smunje s'pëbëjke me konë rastisht, ka dhe se janë diku në dalë, po e kena me lypë, së është rastisht, kjo së është rastisht, kjo nuk është rastisht. Ama deli është rastisht. Qjetë e rasisht, yje që është halaka më konë për njëre, ka dalë për njëre,
Ta shti nga një, po shpjegon, në fund, pret më thonë, ha, që të ato këtë, me më kështë të baj gara, pëtë. Sinqerisht, unë nuk besoj që ja i thë që shtu të ka për i me, pëtë. E pastaj vinë, thojnë, po, kena thonë diri me tani që ka qenë rasisht nga asgjëja kështë mërë, po, qëndërën një forës pas saj, jem në kërkim të saj, hetimet vazhdojnë, edhe 200 vjetë arshme, apo, që është në mojnë stand-by. Asë mos beso, mos ka besu se feja i keqpërdor të zbrastina që shkenca hala asë ka rritë me zbulu. Këna me zbulu, kime pati. E kur këni me zbulu, është prejtë një 200 vjetë. Diq një që është të pabesime, shka një pa kur gja, dhe të gjërë në dikan zavënsim. Mi u thonë se kush e ka kriju optan, ose që ajo forcë e jashtme që e ka indiku këtë proces të eksistencë. E ta një është të presër. Qysh kam pritë komunizm 50 vjetë, thonë se do të vinë ditë mira, të zhvillimit, thonë ata ditë për ditë të poshtë. Apo, që është tani karar tjerë të thonë, jo ata, na bim të gjenetin këtove. Ta është pret një dhe që një qëvje tjera, ndë të gjeneti ju më dë një, që është të shkojnë generatat njerëzë poshtë. Apo, të bo pjesë të skemave eksperimentale, e psharake, të grupeve të saktuarat njerëzve, apo që me potencialin që e kanë materiale politike kështë më radhë, manipulojnë masët e shketat njerëzve, apëton. Madje dhe bëjmë pjesë të proceseve mësimore. Rasisht, apëton. Rasisht. Tani edhe në zonë se thotë që ashtu të mësusit, kërë shkam pa detyra, thotë, unë si bune se kisha përgjime që rasisht shuën vetë. Edhe të ka dhe që këmë bo. Ska kanë shu, po mjenë keq. Që vetë në kemë du që rasisht, apo në kemë su pja zëje. Që ashtu dhe më kështë të menua, pëtër. Kemë shenjë lifteturën, kur të qilin sa ma, rasisht, ishim pa po detyrat. Su bo, presëm, inshallah, jo në ashme boni, inshallah vetë, pëtër. Se ka, o dhe një, s'ka logika, o dhe s'ka logika, e më khulli ku më ngajri shej. Dikush e ka kalu këtë sfidën e besimit, që mund s'tom që s'ka Zotë. Zotë ka. Ma Zotin e ka kriju, edhe s'përzije Zotin punë tonë, ata që bojmë na. Tash që hajme, që pime, që shërnojme, që shlevizime, që shadurojme, na vetë e bojmë këtë punë. Vetë, unë e qështë duhe lutë Zotin. Pse ti përma imponën mu që është të me lutë Zotin? E koncernë adhurimin imponim. Imponim. O që shtot, ndryshës zban, e kjo përmosht e po përmosht. E Allah dhët, e më khulli ku minë gëri shehin, a menu që një kryu që është të njona? Hajtë tash. Nga bëjmë, em humul khalikun, opcioni të rritë cilë është, apo ata janë kryuesit. Jo janë i kryuesit. Donë, i një konë kryues, tani e këni kuri vetë vetën e një bukriesa. Qdi, që shtë mentaliteti i korejshve, edhe i të tjere pas korejshve. Em humul khalikun. Pasi Allah o thosh, kam përmiket, em khalikus samawati u lartë. Përgjigje së morëm hala për njerin, po presëm, përgjigje. Po, për jau jep me një pyetje shtes, apo, si ndim në përpjekje për përgjigje, e ajo pyetje është, em khalaku samawati wal ard, apo kanë kriju qiejtë e tokën, apo. E kanë kriju qiejtë e tokën. Bel la yuqinun. Parimi nuk është të pyetje. As nuk ka çështje në përgjigje, po çështja është ata nuk janë bindën ato që vetë e thojnë ato. Nuk janë bindën. Këto teoria vetë që në bindën që ka ndodhur shtonë. Pa e të ndozër, vetë pranohet që shumica e teorive të tilla janë hamensi. Hamensien, po janë shkencore. Don hamensi është, ama shkencore apo. Domthon i bjen që në esencë, për shembull, ju zbën me vjedh. Zbën. Ju zbën me vjedh. A një është e keqe, denone, fa. A më nësë një është në pushtet, i ka mundësi të parat para veti, për shembull, apo, e kësa që të të është hajnija, fa. Tash, e ka një më në tjetër kjo, se kënë nga pozicioni, kënë bën me vjedh kjo, e kuptuat? Edhe tjera ta pëtën, zbën me gënjy, ama, kur në amën të shkencës, për me imbrë disa kuptimit mija, une përdoj hamenësi, bën. Allahu pëllët, nuk o qështë që ju vetë besonin këto, se vetë edhin së janë hamenësia, mirë po, la ju kinun,
Problemi është tek bindja. Em indum khazainu rabbika am humul musaytirun. Allah shkon tash hala për të kësaj. Domthon argumente me u kundërpërgjigj pejgamberit nuk keni. Keni përdor shpifje dhe akuzën dhe ti o Kurejsh të Mekës, po pritni pëndodh diçka, po thuni është trillim, o shpifje, po thuni kështu. E lam këtë anash, i morët përgjigjet. Kalum tek jo si individ, kalum tek qielli tok, tek këtu kalum s'ka përgjigje. Mirë, po shkojmë të një situatë halama tjetër, të një çështje halama e ndihshme. Amindum khazainu rabbik. A thu vallë, në dorën e ty në janë qecët e depave të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Qëfar depo ka Zotit Gjelle Gjelaluhu? Depo të fornizimit në zërë, rësku i njerëzve. Apo? A keni qefë se rësku të ju? Kush u fornizan? Jo juve. Po foshtin në barkën e nonës. Milingonin atje në vrimin atje poshtë. E peshku në fundetit. E këtë e atë. Kush? Ju s'keni arrit hala me zbulu. Apo hala, shkenca është të zbulu, ke pa del, për shembull, lloj i caktumi i bimëve. Del, për shembull, lloj i caktumi i insekteve. Lloj i caktumi i kafshës, kur se kanë pa, nuj. Ka përshqi balinat llojeve ndryshme që endës kanë emna. Jënë pjesë e studimit është hala skandal nga thellësirat ku njëri s'ka shans me kurrë aty poshtë me shku ngopta. Andaj, depot e furnizimit tyne, kujdes për ta, kush i ka ndorë? Jo? Ju emna si ja u deni. Jo mi oqu bukën, apë. Pa në mi alon njerëzve të nëzër, për shembull depot. Një ditë, veç. Mu kujdes për këtë, apë. Shem me qindra specie në shpinë. Ka ngordh, i ka haru njeri mi oqu bukën, apë. Ka haru mi oqu frymën, ka haru mi oqu funksionimin e gjymtyrve, ka... A i haron vetë në vetë, ozem. Vetë në vetë. Për shembull, a din njëri krejt funksionimin e detajzuar të trupit të tij, a din njëri? Nuk e din apo? Sa ka nerva me miliarda, a keni pa rruga e nervave me bomushtre? Sa miliona kilometra. Krejt mbrenda. A ke pa qeliza, tash e kam bërë një farë fotografie të qelizës, për herë të parë një zujë njerëzimin me di çka që detajzuar. Një qeliz, një. Sa i ka njëri në zërë? Një e tilë, në qëfar funksionimi i brendshëm? Mahnetës. Kush e man funksionale? Kush e ullëzën? Kush e mbikëqyër? Kush e kontrolan? Kush? Allah bot, a i keni ju këtë ndurë? A jeni ju zëtnuës kësaj, apo kush është? Pa në qëtojnë pyte që i abo njëri kur është 5 minuta më shela tjepë. A këto pyetje në dinamikën e jetës s'bin men? Ja, s'të s'bin men të. Kur është të punua, të angazhu të vëzër, nuk vetë, për shembull, kush e pruni, kush e kryaj, apo. Këtë vetin, qysh me marë, qysh me hongër, që to bren nga dinamikës. E për mu shkëput nga mentaliteti i konsumit dhe dinamika e shfrytëzimit, duhet që mu vetmu pak, apo. E me pyet, e kush e boli këtë, e kush e kryaj këtë, e këto kur pe ha, ku po shkon e vëlla, kush pe zbërthen, kush pe shëndran në energjie, në potenciale, në gjakën, keqja, kush me bën këtë punë, Allah, kush? Apo pa të kime honë, rasështë të Allah, me qëllë, shrejtë ato, cëcëla që është pa kontrol, pa kurgja, po? Nali me në baka, em hull musajtirun, Allah, apo ata janë, bizatruar se kësa, em lëmë sullemun, jesë temi unë e fihi, apo kanë shkallë, në qilë që në gjitën vetë, na së pëtë besojmë ty që te pejgamber, na këna mund gjitë vetë në qilë, dhe në gjitëm në qilë edhe në gujnë në atje, shpallin direkt për Allah të barë të a jenë që shtë të tjë? Jësini Allah, Fëlijeti mustemi unë bi sultan mubin. Kalëzëni që ka këni ngu dhe i qëta është i prapë. Në sjell një argument që ka këni ndëgjua. Së këni ndëgjua të pas palavrave të shejtanëve, manipulimeve djelzore që ju kanë mashtru, se e din vërtetën dhe keni përdu në forma dëshmatu. Pastaj Allah thot, em le ul benatu, u lekum ul benun. Këtë është përfaqe e mentalitetet deformum të nëvëzër. Si pasojë mosbesimit, si pasojë e mohimit, si pasojë e shmangën nga shpallja. Shiko si deformohet logjika e njëri në këtë nivel, kur s'është i ndriçuar me shpallje. Këta që s'besojnë e pam që reagojnë, këta që besojnë e pam që besojnë në mënyrë të gjymtuar. E disa tjerë, Allahu thot,
Em lahul banatu wa lakumul banun. E ati të kujnë vajzat e ju e djemët. Sa ta ka thonë idhujt, jënë me lajke. Shpirët e me lajke më rrëdha. E me lajke në bijet e Zotit. Për ne këpa adhujmë bijet e Zotit. Shika. A ka më absurdo, vëllaj shumë absurdo. Ata kanë thonë, me laqet jenë mrena idhujve. Me laqet jenë bijet e Zotit të bujë. E mirë, ju kur adhuron Zotin e caktun, i bjen që ti e vlerëson mas shumë ti, ma që shtup? Po e vlerëson mas shumë ti. Qatë idhull kër e ke jabë gjinin, e ke jabë gjinit femnore. Mirë. Dhe po e adhuron si bi e Zotit, si bi që ndërmezon të ka Allahu Gjallewala. E ty kur pëtë e për Allahu një bi për vërrosë, për të marrë pisaj. Ta shumë, e të se mere vesh, Allah, pëtën. E të se kuptejt i ku e kolegjikë këfërinë sonja, pëtën. E të se mere vesh. Ti, Zoti për është, bi është, ja sot djallë kjo, të e mbija. Të e mbija të Zotit, pëtën. E kur për tjep ty Allah, bija pishtin në dheja, pëtën, zbanë, pëtën. E qysh ke punë shtëm? E qysh ke punë shtëm? Ose, i vesh në lot djallë. Allah ka djallë. Mirë, që këtë djallë të ashtë, në aport me Zotin, që është? Njeri kur ka djallë të dhezë, kur ka djallë, që i bjen? I bjen, ka, dhe më honë, përkrahi për ti jepë. A ka? Djallë janë gjithë dorën babës. Janë gjithë dorën. Djallë i Zotit, janë gjithë dorën e babës vetë. Babës vetë e në gjithë dorën e përndo. Edhe marrën me thonë tash njëri shembul se e në gjithë dorën. Jo, se në gjithë dorën, a në regullë. Mirë. Qaj djallë për shembul, sa vjetë du të mi bo tani që më bo Zoti. Se kërë thmi, tash thmi, së një adurim bebat, letrit pa, sa vjetë mi bo, sa të me prita që e më bo, sa, zdimë. Mirë, qaj djallë, është Zoti, apo është ndërmesus të Zoti, qa është e? Ndërmesus të Zoti nësë është, ka dhe tjerë që i këni bo ndërmesus, pejgambert, sa vërë djallë nuk pas ka specifik pasachme. Nësë është Zot, atë shko ka një, ka në dy, jo së në dy. E sa janë? Andaj, ju për invesh një Allahu djallë, e thoni pastaj, Zoti ka kriju. E pa kuptim dhe Allah, sinqerisht pa kuptim të të. Djallin e vetë, e ka kriju si këtjert, apo të të procesat. Tash nëse Isa a e të mërë djalli Allahot, Audhu billah, nësë është djalli Zotit. Procesit të ardhes të Isës në dunja, qëka i themi? Për shamë, na procesi i unë dunja qëtë, krijem, është krijem, nuk kemi qenë, egzistojmë. Ardhe jo nga asgjëja në egzistencë, këj proces qëtë, krijem. Allahu Gjellewale na ka krijuar. Na ka krijuar. Nëse Isa a.s. nga asgjëja në egzistencë, ka kalu në proces të krijimit, atë ketë na djemë të Zotit në apëtë. Qëfar specifike ka e të posaq me konë djallë apëtë. Ne këto pretendime të nëzër, Allah i qëtë në shesh me në mirë për to, me në mirë. Për të asyje, Allah thot, em tes'aluhum ajran fahumin maghrimin mudhkhalun. Apo problemi i besimit të ta është të tërkuna, apëtë. Se këtë këtë problemi në besim. Besimin problemi, deformimin besim. Apo kanë problem dikun tjetër, apëtë. Cërë është problemi të june, apëtë. Thotë Allahu Gjelle Gjalluhu, em tes'aluhum ajran fahumin maghrimin mudhkhalun. Apo a thu valë, nuk besojnë për shkak se ti ke kërku pej ty në kompenzim material. E ata nuk munën me pagu besimin, andaj zbesojnë. Për shambull, a është problemi që ka thonë pejgamberi, unë jam mësoj nemën të Allahut, me jap një 200 euro. Da është? Unë për shambull të kalzoj, Allahu që ka kryu Ademin e samë, adi që fa mësimi o këpre? Të zdin, të kalzoj që ka kryu Ademin e që ka ndohë dhe të kalzoj një rëfim fort madhë, ama copa. Gjdo seri ka 500 euro pagune. A o qështu? A thë, jo, Allah, në të kohë qështu së të besojmë nësë, s'kena parë me pagu.
A ka ardhë me ju lypë diçka për dunjas juve? A ka ardhë? Apo ju lypë parat, apo ju lypë pozitën? Çka po ju lypë që së besoni? Çka keni? A ju ka rëndu me borqe? A ju ka rëndu me jetë vështirë, apo ju ka lesu jetën? A ju ka bo kenar, apo ju ka përshnu? A ju ka bashku, apo ju ka përqa? Çka ju ka bo, pëtën, me këtë shpallje? Çka po dënë me këtë shpallje, pëtën? Po do më ju ndëru njerëz me ju bo. Po do më ju pasëru, po me di që me kënd pasën. Po do më ju vllazdu, me ju bashku, mos më vrana me ndonjat, çfarë po dënë? S'është punë shpërblimi, s'po li pare për këtë punë, as kompenzim, as po thot, unë po mësoj, ju votom një munë nesër, apo as po thot çështo, as po lip vota, as karrikas, kur s'po lip? Çka po lip? Po thot, adhuroni Zotin një. Çka është po lip? Lani idhujt, lani besytnit, lani paqartësit, lani mjegullinat, lani manipulimet, mashtrimet, lani këto krejt. Jetoni njerëzishëm, me dignitet jetoni. Jetoni çu duhet, çu to jetoni. Që ta jeni atë? Prandaj, ju e keni rëndu jetën, ka ardhur ky me largu barrat që e keni rëndu vetën ju me bestytnie, me pallavra, punë të tjera, që jeta e ka up kuptimin, e ka up domethënien, është rëndu si pasojë shumë thashëthëmeve. Ai ka ardhur këtë me largu. E për sa ju besoni? Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apo vallë ti e ke pruni shpallje, apo nga gajbi, nga panjohura, nga luksiet. Edhe ju e keni një kanal tjetër që po vjen shpallje, e keni? Jo se kem. E po atëherë, që këtë shpallje për e më hani, që është kanali i vetëm i komunikimit me Allahun te barekutaala. Kjo është kanali i vetëm. S'ka kanal tjetër. A keni kanal alternativ të juaj? A keni? Jo s'kem. A ne? Pse për këtë më hani? Allah e ka qenë një kanal, rahmet për neve, një mundësi të komunikimi, një mundësi të mësimit, çatë për mëani, po tani çatë kanal me mshel. Pse mëre? Dikush që po mëson te Zoti me shku, po mëson Allahun me adhuru, po mëson qëllimin e krijimit, po i bën njerëz, po i bën me lutë rolin që duhet këtë dunjë që ju kanë dhënë përsi. Që këtu i kam mësuar një kanal qiell, çto po tani me mshel? Ani mshela, a ki tjetër? Jo, s'kam tjetër. E çysh pra? Me met në idhutarie, në mosbesim, më mirë se me çit shpallje. Kejtë në deformime të logjikës, kejtë në të deformime të pa kuptimta, që kejtë i kanë bëhu veç që mos me i besu pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe të tjera që do të sharrim në takimin e ardhshëm, me që sonte nuk arrita me përmbyll surën e Tur, ka me disa dilema, po përfundimi i dilemave është shumë i rëndësishëm, pa meriton pak më tepër sërim, se kejtë Allah i ka pranë dilemat e tyre, problemet e tyre, edhe nga një reagim të shkurt. Ama qysh e ka mësuar pejgamberin praktikisht me usim të dilema, është fundi i surës, që do të mësojmë edhe praktikisht qysh me pas qasje karshi deformimet e këtilla, problemeve dhe çrregullimeve që njerëzit ja kanë shkaktuar fatkeqësisht vetvetes për veç një arsye. Ajo është arsye logjike, po veç për një çështje të caktuar dunjas është kënaqësia fsharake. Parandoni, gjitha këto argumente, gjithë ky kujdes fjalor, gjitha këto veç për inati i kanë mu, veç për epshe, veç për interesa personal. Andaj është degradim, sinqerisht, i dhimbshëm që njeri ja lihen vetvetes, e ne duhet të imunizohemi të mësojmë që mos të bim në nivele të tilla të deformimit e të manipulimit djallëzor, nga se jeta është e shkurtër e pastaj përfundimi është i dhimbshëm. Allah na mësof, na udhëzof, na përmirësoj gjendjen, na dhash besim të pastër dhe jetë të mirë të këndshme të lumtur në dunjë dhe shpëtim ditën e gjykimit. Zoti shpëlej për vëmendjen, për sabrin edhe në bënjallë për zgjatjen, në takoftë të mira gjithmonë, o sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.